Kompleksi memoriali i dëshmorëve. Sot jemi me 25 prill. Me 26 prill nesër në Drenov Stravecit shënohet dalja publike e UÇK-s në zonën operative të Pashtrikut pas Drenicës e Dugagjinit. Domethënë Drenovsi është shtabi i tretë publik ku UÇK-ja ka dalë publikisht. A nëse i mbledhëm me këta se nesër punoj me Donatin unë këtu pas dite. E marrë edhe në diellin. Ta janë ekipa anë Eko Drenis që nuk ndalën. Edhe dyrive që ka sjallë sot. Selamio Belomja bajt i darë tash sel ti më së mërzit, sel kryetari së unë e kry këtë punë. Zvin këta, nesër isha aktivizu vetë, se sot dështun isha duke punu në bortimin. Vllaut, togjës. Kemi spërkat me totala, po vrejet? Po, mirë. U tha? Po, mirë. Ju lumshin durët edhe juve. Edhe tash batë se ju qëtë kafe. Që këtë tishën e keqe të hekim, mës të infekton edhe tjerët. Pjesa lartë që ishke përballë kompleksit bari i keq, e kemi spërkat me ilaç, me total veç, e ka zhduk, aty mos del. E aty ka vjeshta pishat malit, si në rgoft pejes. Se shtatin ka homazhe në Mej, në Krush, edhe në venda tjerë. Këto janë vendet që pavarë, domethënë që presin eshtet gjatë e 4 ende janë të pagjetën Krushet Madhe, duke përfshinja kërësoj nuk shin hoti. Slane që aty se nesër në traktor. Edhe kjo pjesa, një pjesës përkap me total, veç që ka shafit barin. Në lule si ka qenë. Avdyl, faleminderit, përshëndes në Gjermani e të fala gjithë mërgjimtarëve andej, që ma me ushin jam bashkë. Vetëm të pusi më ka dalë një problem, afrim veterani nuk kanë lanë djemët, po ka në qef vetë me pastru, po dhe në gusht, mirë po unë e thira se la mi elshanin e ta bjenë ato atë vetët që ka me punue, kur t'i vinë djemët atina e largoj me pastrojmë. E shtim funksion, lash takim pas dite me ta, lash takim me yllin, e lulisht të zbreli për rrath me bisedu, për me ardha dhe haj. Shtu ka dale, punë të mira vinë, dal nga dale, edhe ka drënije. E tash pa e s'komi pak me kaj kafe. Tash pi dërgoj edhe të shtëpia u Kshin Hotit, pasi edhe nesër aty bëjmë homazhe. 36 fshatra amerikanë dhe këta folodhen e kanë shumë punë, po në Krushe erdhen shkaku i 27 prillit. Shihemi me ndonjë video tjetër.